Videoja që bëri xhiron e rrjetit. Loredana Brati sqaron çdo gjë për incidentin me fansin. Pas disa ditësh heshtjeje, Loredana Brati, ish banore e njohur e Big Brother VIP 4, ka reaguar për herë të parë lidhur me videon virale që bëri xhiron e rrjeteve, ku shihej teksa një fan se puthte papritur gjatë një eventi në Vlorë. E ftuar në emisionin Shqipëria Live, Loredana tregoi se nuk e njihte fare djalin në fjalë dhe se gjithçka ndodhi papritur, në një moment kur ai ishte shumë i emocionuar. Asgjë nuk ishte e planifikuar. Ai u afrua shumë i emocionuar, po dridhej. Për ta qetësuar, ju afrova, por nuk e njihja fare. Më pas më dha një puthje të papritur, nuk e prisja. I kërkova ta fshinte videon, i thash më fal, çfarë po bën? Nuk e mora si diçka të madhe, por u çmenda kur e pash në intervistë duke folur për mua. La shumë hapësirë për keq interpretim. I takonte të kërkonte falje publike. Unë i shoh si fëmijët e mi këta fansa. U shpreh Loredana. Kjo ngjarje u bë menjëherë virale në rrjetet sociale, duke shkaktuar reagime të shumta. Megjithatë, Loredana theksoi se nuk ka asnjë konflikt me fansin, por kërkoi që njerëzit të jenë më të kujdesshëm për kufit personal. Në të njëjtin intervistë, ajo reagoi edhe ndaj zërave për një lidhje me një konkurrent të përputhen, që thuhej se ishte arsyeja e largimit të saj nga emisioni. Kur pash ato lajme, mbeta pa fjalë. U bë një përrall që nuk ekzistonte. Ishte thjesht një rastësi, po haja drek me shoqërinë. Ky djalë kishte lidhje me restorantin dhe më pyeti pse lash emisionin. Nuk kam qenë në Vlorë me këtë djalë. Ishin shumë arsye, disa edhe personale. U bën disa gjëra që më bën të hiqja dorë. U trajtua pak ndryshe nga e vërteta. Nuk jam pishman. Ishte e shkurtër, por e lezetshme, tha ajo me buzëqeshje. Me këtë deklarat, Loredana Brati qartësoi të gjitha keqkuptimet që kanë qarkulluar ditët e fundit dhe rikujtoi se edhe personazhet publik kanë kufi që duhen respektuar.